Mirëmëngjes të dashurior, do bëjmë një mesazh në fakt të dy nga letrat astrologjike Oracle dhe dielli dhe Lenormand Oracle, të dashur që është Huti, urtësia vet. Çfarëdo që është duke ndodhur në jetën e juaj, të dashur, jeni duke ndjerë apo do të ndjeni së shpejti një fuqi brenda jush që është duke rritur. Por këtu duhet të bëjmë një kujdesë. Mençuria këtu thot, por ke nevojë të ndash me mençuri dhe vedijem. Energjia jote është drita dielli. Dielli është vetjeta, të dashur. Por mos e shpërndaj aty ku nuk dëgjohet apo aty ku harxhohet kohë. Me njerëz kot, në rrethin kot, të investoni apo të jepni atë çfarë vërtet jeni brenda në vende ku s'duhet. Zgjedh me mençuri ku e ndan dritën tënde, të dashur. Pra, dielli është forca jetësore, vetbesimi, ndriçimi i shpirtit dhe momenti kur ti po shkëlqen natyrshëm apo do shkëlqesh. Kjo letër të thotë se ke një fuqi të mbrëmshme që mund të ndriçoj, të dashur, edhe të tjerët, por duhet ta përdorësh me urtësi, me mençuri. Bufat, apo huti, lidhen me komunikim, vëzhgimin e mençur dhe fjalët që mbartin kuptim të thellë. Ata të tregojnë që më mirë të flasësh me mendje të qartë se sa të reagosh me nxitim. Do thotë i ka që të gjitha, dhe aty ku s'duhet të mos harxhoni dhe të mos nguteni kur i thoni gjërat, është një rritje personale juaj, një diçka që vërtet do ndriçoni, do shkëlqeni dhe atë shkëlqim do ta kuptojnë dhe të tjerë, të dashur ujor, absolutisht, dhe do ndikohen dhe të tjerët nga kjo energji. Pra, ki besim në veten tënde, je më i fuqishëm dhe më i qartë se sa mendon. Prandaj fjalët tua kanë ndikim, ndaj mos i shpërndaj kot. Do thotë të keni si bjen aman, me kujdes ku do i shpërdoroni, ta them ato. Pra, ndriço, por mos harxho dritë, të dashurior. Zëri yt ka fuqi, përdore për të ndërtuar, jo për të bindur, dhe këtu ka një dallim të madh. Jo për të treguar ku keni arritur, jo për të treguar ku çfarë është, për të ndërtuar dhe asnjëherë për të bindur diku tjetër.